Rikthehemi sërish në studio në Living Day sot me Majën, e cila në pjesën e parë të programit rrëfeu prapaskenat e jetës dhe të muzikës dhe të klipit e këngës së saj më të re. Por tani do të jap komente për Fermën. Tash e kam ndjekur. Dhe e nisi menjëherë duke dëgjuar opinionin tënd për secilin nga fermerët që janë aty brenda. E nisim nga Iliri. Iliri është një artist me një fjalë shumë skenarist. Skenarist në ferm. Po. Për Mozën, nëse do të bësh një koment me një fjalë? Me qënë se folje shumë fjalë për të... Pranver në shpirtin e njerëzve. Okej. Indri? Qenjë mirë. Blerina? Blerina Talezarova. Blerina, po. Blerina. Bajko? Po. Po, pëse më dhe për të bërë të gjithë, do më dhe, sepse, shko si është problemi puna e Blerinit shumë. Se në kam mësuar Moza, tani t'jemi të pa filtra, po në prapë kemi që kujdes. Blerina është një figurë pozitive, por bën shumë zhurmë. Bën shumë zhurmë. Soni? Ekuilibruar. Okej. Zhaku? Një tjetër qasje, një femre shumë inteligjente dhe të reqë vëmendjen në formën e saj. Në fakt do prisja që e di Zhakun si natyrë, por është shumë më lartë edhe shpirtërisht ajo dhe mëndërisht, do më tënë, si të them një fjalë për Zhakun, se është shumë komplekse. Okej, shumë komplekse. Shumë komplekse. Visi? Rob Zoti. Sara? Duhet të shikoj veten në pasqyrë kur flet, ta dëgjoj veten. Të dëgjoj veten. Bujaka? Rob shpirt. Okej. Romiri? I kujdesshëm. Okej. Kostana? Super yll. Super yll Kostana. Klevisa? Në gjithë shka, do me thënë. Në ato që thotë, në energjinë e saj pozitive, në inteligjencën e saj, dhe s'po themi vetë për bukurit, është gjithashtu. Klevisa? Të hyrjet e reja? Po, edhe Sorgini, dy hyrjet e reja. Vajze bukur, djali bukur. E mirë, Klevisa dhe Sorgini janë të rinj, kështu që le t'ju japim edhe pak kohë, që të mund t'i njohim ne, t'i njoh edhe publiku pak më shumë. Do të flasim për disa situata konkrete, që duket se nuk kanë lënë asë kënd indiferent. Si për shembull, përballja e Zhakut me Mozën. Mund ta shih opinioniste aty, po... Kur u fut Zhaku, ta që unë do shpëtoj Mozën, në fakt ajo duke qenë se erdhi nga publiku, ndoshta nuk ishte nevojshme të shpëtonte Mozën, sepse Mozën do gjithë njerëzit dhe s'kishte se çfarë të shpëtonte në fakt. Ajo e dinte këtë që publiku nga jashtë e donte shumë. Moza është fenomeni për të cilin ti fole dhe kushdo që ka ardhur në fakt edhe në këtë studio ka pranuar. Por ajo pretendonte që do ta shpëtonte nga fermerët e tjerë. Realisht, në atë kohë, kur para se të futeshin dy gocat, situata aty në fermë ishte e tmerrshme. U sollu njerëz zakonisht shumë keq, pavarësisht lojës, domethënë ishte një sken Moza afroi tek ata largoheshin, thuati kjo kishte një smundje ngjitse, se ishte shumë e keqe. Unë nuk e di në fakt se si mund të reagojnë këta artist, apo jo artist, apo kooperativist, çdo që t'jenë këta njerëz, ka shi një grua e tillë një fenomenale si Moza, apo dhe çdo lloj personazhi ose jo personazh. Ata e kanë konkurrente. Konkurrencë, po jo konkurrencë në atë qasje shumë të ullët. E kuptoj. Pavarësisht se ndoshta brenda vetes e vlerësojnë kjo, po ishte shumë e rëndë. Ishte, me thënë, unë isha në shtëpi tash ora çfarë të bëj.
Ta që dërgoj një dron. Po e mendon vërtet i dërgosh një dron Mozës? Po nuk do të vazhdoj më Se ka patur disa artistë që kanë dërguar drona për Mozës. Dhe ndoshta vetë, prit. Po ishte ai moment, nuk doja për veten time unë dërgoj që unë qa po bëj, jo. Unë doja të bëja diçka që Moza të ndihej më mirë, sepse gjërat që duken sa do të jetë loj, aty s'ka më loj, kur është një gjë kaq qashiqare. Dhe natyrisht na përfshiu. Dhe ishte shumë e keqe si efremeve që nga haja deri te zhëja aty. Me përjashtim të bujakës. Po. Bujari to të zhëja, bujaka i tonë aty, okej. Dhe vjen Zhaku me Kofanën. Kur erdhi Zhaku tani, dhe faktikisht gjendja aty ishte skandaloze. Marrëdhënia atyre dhe qasja aty ishte ka Mozës në ato momente, nuk e di. Shumë auto, me thënë, na i shpifën. Ta ma po flas me gjuhën e një shikusi, sepse është për te i loj. Që e ka përjetuar situatën. Po e ka përjetuar sepse ishte, me të vura vete në atë vënd, tash, my god, nejse. Dhe tani vinë dy gocat, dhe emisioni tyre dhe tashi, në Prime, nuk është se shof ditur, shkoj Prime, gjatë kos, Zhaku i provokoi shumë keq këto, të cilat ishte sjellë shumë keq me Mozën. Në fakt. Por këto ishte ilustrat e Mozës, jo të Zhakut. Mua më erdhi ideja, më erdhi mesazhi, ndoshta i gabuar ose jo, që ko thash, shko, është mirë tu përdori njeri kështu. Pa shikë sa keq që nga të ofendosh tjerët. Për mua, dhe me thënë, dhe ajo i testoj këta. Tani në Prime, por në një farë mënyrë ajo, me dashje apo pa dashje, me qëllëm, nuk po futem kaj si tani, edhe në një farë mënyrë edhe e mbrojti Mozë duke bërë këtë qasje kjo me këta fermeret e tje që u aplasja, kjo që u provokuan ata, që me thënë cilë shkeq me dikë. Dhe kur u pyet Moza, në analizë, në mendimin e saj, Moza prapë me të vërtetën e saj që ajo nuk të ndohet nga asgjë si duket për thënë atë që mendon. Ajo tha, shiko, se nuk more kohën e duhur që të kishe krijuar dinamika, qasjet me të dhe ti të kishe reaguar. Dhe në atë moment Zhaku i thot, e ndrite. Se mendoj në një gjë tjetër ndoshta nga Moza. Po, Moza është Moza dhe reagon në atë mënyrë. Aty filloi pastaj si duket krisja. Pastaj, si të shedim, ato njën në një farë mënyrë dhe jashtë thermës. Pra është e komplikuar, si që përkufizove Zhakun e komplikuar, po thua që edhe marrëdhënia atyre që nga qik e komplikuar. Shtu që do të presim e do shohim në spektaklin e mbrëmjes nesër edhe në vazhdim. Nëse publiku do t'i mbaj brënda. Beson të dashuria e Indrit me Vanesën? Jo, do të edhe këtë Kostana dhe Zhaku që kur futun në ato, ama u këtën gjithë fermet e tjerë pra Mozës. Pastaj se edhe deshës ishin zhvënin. Kështu që ishte një gjë e mirë kjo. Jo se Moza kishte shumë problem se o ditë që bë, po prapë në një vend izoluar, mirë të vjekur tjerët sillen mirë, pavarësisht tururit saj është të sakt. Indri Vanesa, të dashuruar, për lojë? Ishte një flirt aty, po se ishte dashuri, ose jo, nuk jam shumë e sigurt, ndoshta nga anë e Vanesës pak më shumë, me qa lexohet, po ece me revesh, do me thënë, edhe aju mërzit, kur ajo doli. Po deshi zoti edhe kaloj mëzit i solën. Nëjse me atë vajzë në re nuk është. Dakor, e mbyllim kështu. Maja, ishte shumë kënaqësi kjo bisedë me ty. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ana ime. Shumë urime dhe shumë suksese. Marshallah për gjitha komentet që bëre. Dhe inshallah të kesh gjithë suksesin që dëshiron dhe meriton për klipin tënd më të ri dhe për këngën tënde më të re. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Publicitet, rikthehemi pas pak pjesën tjetër.